Shikues të Blu, përshëndetje. Mirë se erdhët në projektin më të ri, nga ata madhështorët, nga ata të bukurit, me emocione, ndjesira të vërteta, reale, në kohë të ndryshme, me kujtime dhe memorje. Sot jemi në fillimin e një podcasti me takime të ralla, me gratë forta, me gratë të brishta, me vajza ambicioze, por që rrugtimin e tyre din ta çajnë më së miri i vet. Dhe në këtë takim të parë, për mbarësi, e për të pasur rrugtimin e bukur, e për të pasur vëzhgueshmëri nga ana juaj, padyshim edhe vëmendjen e pritur, në podcastin se çfarë nuk tregojnë femrat. Një podcast i drejtuar nga Viola Murati, por me një tjetër bashkëautore. Një bashkëautore me kontribut. Sot takimi do të jetë nga ato biseda jo vetëm mes vajzave, jo vetëm mes kolegeve, jo vetëm mes udhëtareve, në një rrugtim të ri për të, por të mbar, me sa duket se përkushtimi dhe ëndrat nuk i mungojnë. E padyshim nuk është nga ato vajza që kërkojnë leje për të arritur destinacionin që synon. Dea Hasanaj, përshëndetje. Përshëndetje Viola dhe të falenderoj shumë për prezantimin, më emocionove që tani. Dhe unë jam shumë e lumtur që ky projekt e para është një projekt që i ka munguar shumë qytetit të Vlorës dhe nuk është e zakonshme për një televizion lokal t'i vë theksin gruas dhe femrës dhe të kërkoj atë çfarë fshihet pas femrave. Kemi parë shumë në televizione kombëtare, kemi parë projekte të tilla të ngjashme, por me fokus Vlorën dhe me fokus gratë e Vlorës, të cilat shpesh nuk janë të dëgjuara, shpesh nuk janë të vlerësuara aq sa duhet, është një gjë e re. Dhe për më tepër, gjëja që është më e veçanta është që askush tjetër përveç teje, që në vizionin tim dhe në atë çfarë unë shikoj, je një grua, një femër e arir, feministe, kush tjetër më mirë se ty mund t'u jepte zë këtyre Mi kaloj mua emocione, Dea ka që kishte të vetin, të na shkojmë barë. Të dyja kemi bërë më të mirën nga vetja dhe unë kam përshtypjen që të dyja zgjohemi në mëngjes me dëshirën se çfarë do të bëjmë mirë këtë ditë. E përmenda pak më përpara që e re në udhëtim, në udhëtimin e televizionit. Si ndihesh? Më fal. Për te faktit që jashtë duket bukur, duket vezulluese, duket komode si pozicion ose si rol, por tashmë ti je brenda të vërtetës. Që të kuptohet udhëtimi im në televizion, e para çfarë dua të them unë është që unë nuk vi nga një background i televizionit, kam pasur eksperiencat e mia të punës, por gjithmonë jo në televizion. Televizionit, të them të drejtën dhe të vërtetën, nuk e kam parë kur dhe nuk para se të punoja në televizion, nuk kam menduar kur çfarë vin mbrapa televizionit. Okej, shikonim disa gjëra të bukura, shikonim disa gjëra që realizoheshin, na pëlqenin, por çfarë ishte nga mbrapa tyre nuk e kam menduar kur. Në momentin që fillova punë këtu te Bluja, pash që ka totalisht një botë tjetër, një përgatitje rrënjësore për çfarë ne shikojmë në ekran, që të dalë ai rezultati final janë hallka të pashkëputura me njëra tjetrën, që mjafton që njëra të shkojë keq dhe produkti final çalon. Dhe televizioni për mua, me kaq eksperiencë pune sa unë kam, është një nga gjërat më të vështira dhe më të komplikuara për të realizuar një produkt final të mirë dhe dinjitoz. Kam përshtypjen është tamam ajo shpreha që nuk e dallon dot në qoftë se është krip ose sheqer, se të dyja të imta deri në momentin e fundit. Deri në momentin e fundit sa. Nuk e di se çfarë do të vi nga kjo punë që ti ke bërë. Dhe është dhe pjesa tjetër pastaj që në qoftë se diçka çalon dhe produkti final nuk është ai që në mendimin tënd është më i miri, të hidhet e gjithë puna poshtë. Dhe ideja është që për njerëz si mua, si ty, që kanë një ambicie profesionale, që japin mundin dhe djersën në këtë punë, ky është një zhgënjim shumë i madh. Dhe ky është problemi i televizionit, sepse jo çdo gjë varet nga ty dhe nëse një gjë çalon produktin, çalon produkti. Është e vërtet. Dea, je përkushtuar
në mënyrë sistematike, konsistente, këmbgulse në të përditshmen tënde. Të kërkon shumë kohë në momenti që kërkon të vetë disiplinohesh, se në fund të fundit jemi koshjen që puna e palodhshme, puna me orë të gjata, disiplina të çon në sukses. Disiplina mua më ka ardhur natyrshëm, ndoshta sepse jam rritur me një background që vjen nga sporti, dhe sporti është disiplinuesi më i mirë që është e vërteta. Në qoftë se do kalojmë pak në histori personale, unë kam pasur një trajner i cili në qoftë se vije 1 minutë me vonesë, kishe penalitete për sa i përket stërvitjes dhe mendoj që disiplina vjen disi duke u rritur. Ama në qoftë se nuk e ke si duke u rritur, është pak më e vështirë, por gjithsesi mund të futesh me atë. Gjithçka ka të bëjë vetëm me dëshirën që ke për të ecur para. Në qoftë se ke dëshirën, vetë disiplinohesh dhe jep forca vetes për të vazhduar normalisht. Ka momente që ne gjithë digjemi, që digjemi mendërisht në kuptimin që u lodha, nuk munde më. Por për mua personalisht është ajo gjëja që kam këtë momentin u lodha, pastaj e mbledh veten ringrihesh dhe ringrihem. Ribaterohesh. Kjo është e gjitha gjëja. Tani Viola Tani Viola ku mbam frymën se jam pyetje për të. Ti vin nga një background gazetaresk, nuk është era e parë që ti punon në televizion, ke punuar para shumë vitesh, je rikthyer prap. Unë dua të di fillimet e tua si kanë qenë. Fillimet e mia kanë qenë në 2010-ën. Në 2010-ën e kam filluar po në një televizion lokal, e kam filluar nga Vlora. Dhe krejt rastësisht, ka qenë vërtet krejt rastësisht, por ka qenë nga ato fillimet e lehta. Pastaj rrugëtimi më pas nuk ka qenë kaq i lehtë, sepse dashur pa dashur me punën edhe mbi të gjitha po shikon që profesioni të pëlqen ose është një diçka në cilën ti mund të bësh më mirë dhe mund të japësh më të mirë nga vetja, padyshim që ti dhe ambicia jote rritet e synon për më lart. Pastaj kam vazhduar në median e shkruar edhe në Tiranë, jo vetëm vizive, dhe tashme jam të Blu Televizion. Por, fillimet kanë qenë të mbara, sepse më besuan. Pan 2-3 komponentë të mirë që televizioni i pranon, mbi të gjitha elokuencën, oratorin, edhe padyshim edhe çështjen estetike, sepse vizivja këtë ka. Është e pëlqyeshme apo s'është e pëlqyeshme, apo na pranon apo nuk na pranon më, të paktën disa komponentë kryesor të figurës estetike duhet i kesh. Por ja që tashmë rrugtimi im është prej disa vitesh në Blu Televizion me bashkëpunëtor të mirë. Ne po ngrëm një televizion të gjithë bashk drejt suksesit, drejt një pune që flet për Vlorën, edhe është zëri i Vlorës, dhe mbi të gjitha mua më bëhet qefi që unë shikoj edhe bashkëpunëtarët e mi dhe kolegët e mi të punës, një prej të cilave i edhe ti, që po ndërtojmë një nga këto programet e bukura, një nga këto programet që ne na beson publiku. Kështu që Dea, çfarë formati të pëlqen? E ke parë veten në formate televizive të një programi, të një emisioni, të një edicioni? Do të thënë, ku mendon se do ta gjesh veten? Unë fillimisht në muajt e mi të parë në këtë punë, duke qenë dhe se nuk isha shumë e ambientuar me kamerën, me televizionin, duke qenë se backgroundin nuk e kisha nga ana e gazetarisë, evitoja shumë kamerën dhe të dhënit një emision. Të pëlqen vetja në kamerë? Nuk më ka pëlqyer. Apo gjithmonë e gjen diçka që patjetër diçka nuk më ka pëlqyer vetja në kamerë. Por duke kaluar koha, duke fituar atë besimin tek vetja, kam filluar integrohem në disa projekte të vogla, siç është ky që po bëjmë bashk. Dhe projekti im i parë që më kam dhënë, domethënë gjithë investimin tim, gjithë është ky që po bëjmë së bashku, dhe doja patjetër që të ishte diçka që kishte të bënte me gratë, sepse për mua gratë janë shumë të rëndësishme, jo vetëm si antare të shoqërisë, por dhe në jetën time, gratë janë ato që kanë me çfarë kanë bërë dhe çfarë nuk duhet të kishin bërë, janë ato që kanë formësuar mua, kanë formësuar Deën. Kështu që besoj se më shumë më shkon për shtat pjesa e gjërave sociale, e problemeve dhe për t'ju dhënë zë. Për t'ju dhënë zë, po pse jo edhe figurë. Ke pasur një figurë të rëndësishme që të ka pëlqyer ose që e ke ndjekur gjithmonë në ekran, ose që kur ndal televizori dhe të del,
thua kjo më pëlqen. Të vjen ndokush në mend? Unë që kam qenë shumë e vogël, më ka pëlqyer shumë Grida Duma, ndoshta si shumë vajzave të tjera, ndoshta është bërë si klishe kjo, sepse ajo i ka të dyja dhe bukurinë dhe artikulimin, dhe për mua është një grua shumë e zonja, por ndoshta me rritjen, me futjen në ekran, duke i parë dhe i pasur më të prekshme gjërat, ndoshta këto preferenca një ditë do të ndryshojnë. Do të ndryshojnë, absolutisht. Ndoshta unë njihem me dikë që do më pëlqej më shumë mënyra se si moderon, se si transmeton problemet. E drejtë. Çdo gjë tjetër. Janë pëlqime që ndryshojnë me kohën, sepse dalin formate të reja, dalin sa kohë që ka formate të reja. Ku gjendesh më mirë, ku je vetja? Mua më pëlqejnë këto programe të tilla në të cilat mund të diskutohet, edhe mbi të gjitha më pëlqejnë këto programe nga të cilat mund të zbulosh një pjesë të pathënë të personazheve apo figurave protagoniste në takime apo në episode. Kështu që e gjej veten, të them, në 90% të gjës ose të vjollës në seriozitetin e këtyre programeve, të diskutimeve. Pse jo, unë në Blu Televizion kam provuar për herë të parë edhe emisionin e mëngjesit. Por, po, perceptimi im, do me thënë dhe, okej, ti bëje një punë shumë të mirë të emisioni mëngjesit, por gjëja që unë të kam thënë dhe që kemi diskutuar është që për mua statura jote dhe ajo ti çfarë shkon më mirë do të ishte në një emision si ky social apo ndoshta edhe në politik. Nuk mendoj se je pjesë e entertainment te këto gjëra, domethënë kjo është e vërtet, qoftë edhe për qëndrimin, qoftë edhe ndoshta për mënyrën e se si imponohem në të shprehur. Kështu që pikërisht emisioni i mëngjesit më kanë nxjerrë disa elementë mira të vetes që e sforcuar, duhet thënë, por që gjithsesi u realizua. Kështu që ishte një eksperiencë. Po për më tepër ishte një emision që pati dhe ka akoma shumë shikueshmëri, po. Edhe është përqafuar shumë shpejt. Po, kjo është e vërtet, është përqafuar shumë shpejt, se ndoshta jemi pak të lodhur nga gjitha këto platformat serioze apo politike që dëgjojmë shpesh dhe duam diçka më alla mano, më popullore, më praktike. Paragjykohemi ne, Dea? Do shkojmë ju vetëm në profesion. Sepse ne jemi të dyja në moshë të rritur, madhore, kemi jetuar episode në cilat patjetër që ka pasur të mira dhe jo fort të mira, por që a e ke ndjerë forcën e paragjykimit në punë, në marrëdhënie, dhe sidomos femra, gruaja, gjithmonë paragjykon dhe është e paragjykuar. Kjo është e vërtet, edhe paragjykojmë, Dhe në momentet të caktuara unë e kap veten duke paragjykuar për diçka që ndoshta nuk duhet ta bëj, pa të keq, pa menduar shumë gjatë, por paragjykoj gjëra. Ama gjithmonë njeriu apo femra për femrën duhet të ketë një vetkontroll. Okej, na humbet situata për një moment, paragjykojmë diçka në situatë, por ama është gjithmonë kjo, domethënë është ai zëri ndërgjegjës që gjithmonë mat masën. Unë e kam për shembull, nëse e kap veten duke paragjykuar për diçka, e mbledh situatën dhe them që okej, mund të mos jetë kështu, mund të jetë kështu, dhe deri në momentin që të kem. Është gabim? Si e mendon? Është gabim në momentin që patjetër që është gabim, por është faj në momentin që e vazhdon këtë paragjykimin me vetdije të plotë. Unë për vete, në qoftë se flas për eksperiencat e mia personale, kam qenë e paragjykuar pa fund për shumë gjëra, për shumë aspekte të jetës, për gjëra që nuk duhet isha paragjykuar kur, që është e pafalshme që të paragjykohet një femër, por ja që ndodhin. Ajo çfarë është e rëndësishme është që ne si vajza ta pranojmë që këto gjëra janë. Këto gjëra ndodhin, do të jenë gjithmonë dhe do ndodhin gjithmonë. Sidomos nga femra të tjera. Okej, këto janë, por për mua, ajo që unë kam zgjidhur është të futemi brenda një fluske, vazhdo rrugën drejt dhe këto janë thjesht zëra, thjesht zhurma, të cilat e ke parasysh atë buzin e bletës? Thjesht kaq, asnjë gjë më tepër.
Dhe rruga është e drejtë dhe rruga është për të ecur përpara. Pavarësisht paragjykimit, ja ku jemi ne që të dyja, ja ku jemi duke çarë përpara, duke ecur përpara, pas një lloj ndikimi nga këto gjëra. Kështu që këto janë për mua një zero e madhe. Ky është edhe një mesazh i bukur faktikisht për gjithë shikueset apo edhe modelet e vajzave adoleshente që kërkojnë të jenë dikushi në jetë ose mbi të gjitha kanë zgjedhur të jenë vetvetja në jetë. Se kam përshtypjen një vështirësi e madhe sociale është vetë fakti të qenit vetvetja në një botë ku sipërfaqësoria po dominon, dhe po vlerësohet më shumë. Kështu që unë kam përshtypjen që dhe një mesazh të mirë për gjitha modelet. Por sidomos në këtë botën e televizionit për të specifikuar është e ashpër, është shumë e ashpër. Unë të doja ti duke qenë se ke një kohë më të gjatë këtu në televizion, Viola, a e ke ndjerë ndonjëherë se për shkak se ti je femër, për shkak se ti je grua, duhet të luftosh më shumë në këtë rrugë? Shumë herë më ka ndodhur. Më ka ndodhur shumë herë në botën e televizionit, fatkeqësisht. Nuk po flasim për botën jashtë apo marrëdhëniet jashtë, se padyshim është 2 fish, 3 fish më e ashpër lufta, por më ka ndodhur shumë herë që për një vend të caktuar, që mund ta meritoja ose mund të më shkonte mirë në formatin tim, nuk e më është dhënë vetëm nga fakti se mund ta bënte më mirë dikush mashkullor. Apo atributet mashkullore mund të jenë më të forta, më dominante, më rezistente dhe më luftarake se vetë ne femrat. Po jo, absolutisht. Unë kam përshtypjen se televizioni dhe politika, se aty e shikoja agresivitetin në teren ose në fush. Njësoj si te politika e shkoj dhe në televizion, që nuk duhet të bëhemi meshkuj. Ne nuk duhet të bëhemi meshkuj, ne nuk duhet ta humbim feminilitetin, apo ndjeshmërinë, apo sensibilizimin që kemi për të qenë edhe më të konsoliduara me njëra tjetër. Se ne luftën më të bashkë e kemi me njëra tjetër se sa me meshkujt. Nuk e di, e shikon këtë gjë? Është një problem i gjë në fakt, sepse, ne kemi luftën me gjinin tjetër, ajo përballë femër mashkull, që, është një problem global, që mashkullit, për shkak se ne vim nga një shoqëri patriarkale, janë dhënë më shumë atribute dhe i është dhënë gjithmonë më shumë përparësi. Jo vetëm në Shqipëri, po mendoj se kjo është kudo. Këtu është pak më me theksuar, e drejtë. Por është kudo, sepse ti mund të shikosh thjesht diferencën në paga që ka dhe në vendet më të zhvilluara, femër mashkull. Dhe kjo është një gjë që është një problem më vete. Lufta midis femrave pastaj nuk është një, do të thënë, nëse kjo ka ato lufta mashkull-femër, ka ato pikat e saj që janë 1, 2, 3, 4 dhe është një fair game, sepse ne e dimë dhe jemi mësuar tashmë me këtë gjë, lufta midis femrave është diçka e mbuluar. Është një gjë që nuk gjen limite. Nëse lufta mashkull-femër ka disa gjëra që për shembull nuk kalon në gjëra personale apo nuk kalon në gjëra është për shkak të zotësisë, sepse një mashkull pretendon që është më i zoti dhe i jepen ca atribute më shumë, një femër jo vetëm për shkak se mund të pretendoj se është më e zonja, por fusin nuk njohin limite, fusin gjëra personale, fusin gjëra që nuk kanë të bëjnë fare me pjesën jo luftë barabartë. Jo luftë drejtë. Nuk e ka një fair game midis femrave, kështu që femrat janë të janë luftë. Në luftë. Për mendimin tim. Është drejt. Dhe kjo është një plagë akoma më e rëndë për mendimin tim, se ç'është ajo e luftës mashkull-femër. Po. Aty synojmë vetëm barazin gjinore ne, të një mashkull dhe një femër tek e fundit synojmë vetëm barazin gjinore. Kurse konkurenca edhe pastaj pikërisht kjo lufta jo e barabartë në kushte jo të barabarta dhe të drejta mes nesh bën që pasojat të jenë dramatike, të themi. Por ose shkojmë vetëm anën e një medalje, të kthemi dhe të medalja tjetër, se tek e fundit ja ku jemi 2 kolege, për cilat po ndajmë edhe rrugtimin ton, po ndajmë dhe mendime dhe qëndrimet tona, dhe kështu do vazhdojmë ta bëjmë në këtë podcast me të gjitha zonjushas që do të jenë të ftuara. Disa do të jenë me investime në vite në jetën sociale, kulturore, artistike, por disa do të jenë dhe nga jeta e përditshme, sepse bashkë
të paktën kështu e kemi të programuar që ne duam të japim dhe modelet e përditshmërisë, sepse në fundit ato janë pikërisht erohinat që as paguen, as vlerësohen dhe mbi të gjitha nuk janë të dëgjuara. Ky televizion ka në qendër femrën në të gjitha dimensionet e saj, në të gjitha anët e saj. Më vim buzëqeshje automate kur thua kështu femra, tak marrë pozicion. Në të gjitha dimensionet e saj, në të gjitha detajet e saj, në ato të dëgjuarat dhe të pa dëgjuarat. Dhe është një emision nga femrat për të promovuar femrat, kështu që nuk besoj se ka një gjë më të bukur. Më të bukur. Jam e bindur në suksesin e këtij podcasti. Nuk e di pse kam një ndjesi të mirë intuitive që do gjejmë mbështetjen tuaj dhe pse jo do gjejmë edhe sugjerimet tuaja në vazhdim. Ju e vazhdoni na sugjeroni këdo emër ose edhe veten tuaj. Nëse keni diçka për të thënë, doni ta thoni me zë të lartë, jeni të mirëpritura, unë dhe Dea ju mirëpresim, vet Blu Televizion ju mirëpret, për të ndarë përvoja dhe eksperienca që janë domethënëse në rrugtimin e gjithkujt nga ne. Si janë marrëdhëniet me të bukurën? Çfarë është e bukur për Dean? Duhet të duket e bukura për ty, apo e gjen të bukurën edhe në... Nëse do të them të vërtetën, e bukura mua do me thënë sidomos të njerëzit dhe sidomos tek vajzat më tërheq shumë. Më pëlqejnë shumë njerëzit e bukur. E bukur jo në kuptimin vetëm që bukuria natyrale e lindur, se okay, ajo nuk është diçka që kemi në dorë. Më pëlqejnë njerëzit që din t'i japin theksin të bukurës së tyre. Pra, vajzat për mua duhet patjetër që të përpiqen, të paktën të përpiqen, të bëjnë atë sforcon që të vënë pa të bukurën e tyre. Nëse do flasim për bukurinë njerëzore, pastaj nëse do flasim në bukurinë e jetës, të ndjenjave, të çdo gjëje tjetër, unë të paktën kam aftësinë që e gjej të bukurën kudo. Gjithmonë përpiqem të shikoj atë në çdo situatë, në çdo gjë, përpiqem të shikoj atë të bukurën e situatës dhe atë, domethënë që një gjë që ndodh sot, që është mund të jetë një gjë shumë e thjeshtë, një ndodhi shumë bazike, gjithmonë përpiqem t'i marr atë. Çfarë shenje je, Dea? Unë jam binjakët. Binjakët. T'i marr atë gjën pozitive. E merr gjën pozitive. Jo, unë ndryshe nga ty, dëgjoj, jo se nuk më pëlqen e bukur, apo nuk e vlerësoj e bukur, po kur shikoj edhe një femër të bukur, sikur e ndjej pa konkurrencën. Nuk e di. Mua më pëlqejnë shumë femrat e bukura. Jam për të vlerësuar, po. Të ka ndodhur të jesh në ndonjë moment, për shembull, që kur hyn një femër në një ambient, nuk e di, bar, restorante, gjitha me radhë, edhe të shikosh të bishtin e syris kështu. Që po kjo këtu. Jo, sinqerisht më kanë, do me thënë, nëse unë shikoj, unë jam vetë e gjatë, nëse shikoj vetë një femër të gjatë, të mirë, të bukur, që hyn në një vend, më para e kthej unë kokën se sa meshkujt. Vjen natyrshëm, vjen natyrshëm. Jam shumë e lumtur kur shikoj. E ke vuajtur fizikun tënd të gjatë apo i je okay me vete? Po shkoj nëpër kur dal edhe shoh vajzat, domethënë mund të shoh një vajzë tjetër të gjatë dhe them, "O po shqyr." Si ke marrëdhëniet me takat në këto kushte? I vesh? I vesh. Nuk e kam problem, i vesh, më pëlqen. Me thënë na duhet gjithmonë më shumë punë që të arrim të këty. Mirë, shumë mirë, vazhdo vishi. Nuk është gjë e mirë, po që... Më thej që të bukurën e shikon edhe përtej fizikes, ose përtej sipërfaqes, do me thënë, deri diku edhe një miksim të brëndshëm dhe një miksim... Po jetojmë në një botë ku po vlerësohet vetëm sipërfaqja? Unë sipërfaqen dhe çfarë fola për të bukurën e njeriu të shikoj vetëm është ai impresion i parë. Pastaj unë shoh një njeri që e shoh çdo ditë dhe filloj ta njoh dhe filloj ta ndjej atë njeri, nuk më besoj që unë, dhe besoj se është për të gjithë njerëzit, nuk e vë më re se sa i bukur apo sa i shëmtuar është ky njeri. Dhe nuk të bën më përshtypje fare nëse ai sot është shumë i bukur apo nesër nuk është mbajtur pak më shumë. E sheh thjesht sheh atë për mua ngjyrën e shpirtit më vonë. Ai është thjesht impresion i parë që mua më pëlqen e bukur dhe ky është një njeri i bukur. Sheh vetëm ngjyrën e shpirtit më vonë. Nuk e kupton më fare dhe nuk di ta bësh dallimin, sepse nëse një njeri e ka shpirtin e bukur, është ajo çfarë të transmeton ty dhe
kjo është ditët të përfshi. Kjo është e vërtet. Dashuria thonë të plotson. Po jo vetëm thonë, ne kemi edhe të përjetuar normalisht që dashuria të plotson, të ndryshon jetën, të bën njëri më të mirë, të nxjerr në pa më të mirat, e padyshim që edhe fuqinë tënde interiore e shpalos për atë njëri, se normalisht do ta kesh tëndin. Në kushte të tilla, kur ke filluar që dashurinë për veten ta rrisësh? Kjo është një temë dhe një histori shumë duhet të flas gjatë. Unë nuk e kam njohur Unë kohë televizive kam, kështu që unë dashurinë për veten besoj se kam njohur në momentin që jam rritur. Në momentin që jam përballur për herë të parë me jetën. Sepse kemi pasur si të gjithë vajzat, vlonjate apo shqiptare, deri në moshën 19-20 vjeç kemi qenë në mbrojtjen e prindërve dhe nuk kemi pasur përballje të paktën të forta me jetën. Okej, kemi pasur jetën shkollore etj, por jo përballje me jetën. Në momentin që përballesh me jetën, eksperiencat e një pas njëshme dhe ajo çfarë ti shikon jashtë asaj fluskës që ke qenë deri më tani të bëjnë avash që ti të kuptosh dashurinë për veten. Mund të vinë nga zhgënjimi i parë në dashuri. Do me thënë, zhgënjimi nga dashuria për një mashkull mund të çojë në dashurinë për veten. Apo gjëra të tjera, zhgënjime të tjera të vogla dhe apo të paktën për mua personalisht dashuria sa më shumë jam lënduar dhe sa më shumë kam pasur eksperienca të këqija, aq më shumë automatikisht jo ka kaluar për një vetë dashuri, për Dean. Dhe kjo është gjëja absolutisht më e rëndësishme dhe unë jam akoma e re në moshë, por mund të them që fal Zotit dhe fal këtyre eksperiencave që sot unë them me plot gojën që dashuria për Dean vjen e para, pastaj mund të vinë të gjitha. Unë mbaj mend që në kohët e adoleshencës apo në rininë e hershme, unë, si të gjithë vajzat besoj, mund të kemi vënë një mashkull apo një njeri tjetër para vetes tonë. Dea sot nuk e bën kur këtë gjë. Dita ndaj këtë gjë që, okej, mund të kem dashuri të tjera, sepse dhe ajo është e nevojshme, por primarja gjithmonë është Dea. Është që Dea mos të lëndohet, sepse fundja fundit unë Deën e kam me vete për tërë jetën. Dhe duhet të mësoj ta trajtoj mirë Deën. E di që më kujtua nga bisedimi bashk, në rrethana të tjera bisedore isha me një vajzë të re, e cila kishte marrë pak pesh më shumë se ç'duhej. Dhe kish punuar, kish luftuar, kish humbur gati 20 kg në jetën e saj, por kish marrë edhe 10 të tjera pasi kish arritur rezultatin që dëshironte. Natyrshëm, domethënë pse të ndodhi kur ti ke bërë gjithë këtë mundim dhe gjithë këtë luftë. Më tha e bindur, duke më parë në sy të dashur shikues, tha, më donte i dashuri, tha që faqet të ishin buçko, si themi në gjuhën tonë. Edhe unë për atë tha, e kisha dashurinë e parë, e kisha eksperiencën për vojën time të parë, dhe në fund tha, padyshim, tha që nuk shkoj marrëdhënia për një arsye se për një tjetër drejt përfundimit të tyre. Qëndrova pak, edhe në moment më erdhi instiktive përgjigja, mbi gjitha pyetja, dhe i thash, ja vlejti? Jo, tha. Nuk ja vlejti. Do me thënë, ajo kishtë sakrifikuar edhe për shëndetin e saj, dhe për fizikun e saj, edhe për të dukurit bukur dhe vetë stimuluar, vetëm për një mashkull dhe vetëm sepse a ishte dashuria e tij e parë. Kjo është një formë me një sakrifice estetike. Dhe okej, dhe kjo është e rëndësishme në prizmin e saj. Por ajo çfarë unë kam vënë re që përveç një sakrifice të tillë që okej, ndodh, por ti e rikuperon, femrat e tjera bëjnë pambarimisht sakrifica. E drejt. Duke vënë jo vetëm shëndetin në rrezik, sigurinë e tyre, duke vënë, domethënë, qetësinë e tyre. Ndonjëherë ka dhe nëna që për hir të kësaj dashurie që kanë për bashkëshortin, durojnë dhunën, por ajo dhuna nuk ndikon vetëm tek ato. Absolutisht ndikon dhe te fëmijët. Pra, një nën apo një grua arrin të humbas dhe instiktin mëmësor
para dashurisë për bashkëshortin apo për një mashkull. Është e vërtet. Por mua kjo është tragjedia e vërtet, që arrin deri në këtë pikë se okay, sakrificat të tilla estetike i bëjmë të gjitha, mund të ndodhi deri në një farë pike, e mbledhim veten, varet se si shkon marrëdhënia, okay, sepse marrëdhënia ka dhe balanca që duhet të bësh sakrifica, të dyja palët, që të arrin atë balancën e duhur. Por në momentin që kjo bëhet e rrezikshme dhe apo shtyp veten, identitetin tënd, po. Momenti që duhet, domethënë, të bësh një stop të madh, sepse në qoftë se nuk do veten, në qoftë se nuk ke veten, çfarë ke? Të është dashur kohë që ta arrish në këtë përfundim dea, apo kështu ka qenë temperamenti dhe karakteri yt edhe më herët? Koha i gjatë nuk më është dashur, sepse jeta ime si e rritur ka pak vite që është. Koha nuk më është dashur, po më janë dashur eksperienca. Dhe eksperienca të forta emocionalisht që unë të arri. Okej, e kisha bazën e shëndetshme që e thoja që dea është dea dhe duhet të ketë deën primare etj. E thoja, por nuk e veproja. Ka ndodhur që unë kam bërë sakrifica që nuk duhet i kisha bërë absolutisht, qoftë për një mashkull, qoftë për gjëra të tjera. Kam bërë dhe unë kompromise të cilat nuk duhet i bëja me veten time. Që absolutisht sot nuk do t'i bëj. Por dhe mua më ka ndodhur kjo gjë. Sot nuk besoj se do më ndodhi më, për shkak të këtyre eksperiencave të forta. Por, dhe unë mësova nga këto eksperienca. Ajo që mua më shqetëson dhe më bën të ndjem keq me vajzat apo me gratë në përgjithësi, është që nuk mësojnë nga këto eksperienca, nuk arrin në përfundimet e duhura. Bëjnë të njëjtat gabime. Dhe nuk e vlerësojnë, domethënë, veten e tyre. Unë jam e fundit, pastaj të gjitha të tjera janë primare. Kjo nuk duhet të jetë kurrë. Sepse është ajo që thash, veten e ke deri në fund të jetës. Dhe po nuk trajtove mirë veten, ku je? Është e vërtet, nuk do të dish pastaj të cilësosh mirë edhe shëndetshme edhe marrëdhënien me tjetrin. Ke rastin e nënave tona. Ato janë pak më të justifikuara sepse dilin nga kohë të vështira, po. Nga komunizmi, nga një shoqëri jo e hapur. Kanë sakrifikuar gjithë jetën e tyre për të mbajtur një bashkëshort, për të mbajtur familjen të bashkuar. Dakord, ishte shoqëria që ishte më patriarkale se ç'është. Ishte mentaliteti që ishte shumë i mbyllur për në atë kohë. Jam dakord me të gjitha këto gjëra. Por sot? Çfarë mund të detyroj? Është e vërtet kjo? Sot si janë ato? Sot nënat tona kemi shembullin, domethënë vajzat sot, nënat e tyre të gjitha, duhet i shikojnë si shembull i konkret për zgjedhjet që të bëjnë. Se çfarë kanë ato sot fundja fundit? Në fund të fundit kanë një sepse justifikimi i nënave shqiptare është sakrifikova, unë jam pak e drejt për drejt dhe e rept me këtë gjë. Kështu që publiku të më kuptoj. Justifikimi i nënave shqiptare është që unë sakrifikova për familjen, sakrifikova që mos të ikja, sakrifikova që mos të vuani juve, po. Çfarë ka ndodhur? Fëmijët e këtij brezi kanë vuajtur po njësoj, ndoshta pak më shumë. Të gjitha familjet e brezit që prindrit janë moment që kanë dalë nga tranzicioni i komunizmit janë familjet më të prishura në mendimin tim. Sepse fëmijët kanë kaluar vuajtje më të mëdhaja. Se çdo të kalonin po të vinin nga një familje e divorcuar. Po flas për një pjesë që unë e kam parë dhe e kam prekur, nuk po them që janë të gjitha rastet kështu. Por pjesa më e madhe që vazhdojnë dhe traditën e këtyre plagëve sociale dhe familjare e trashëgojnë. Ti përveç pra, kjo kjo grua, sepse po e kap vetëm nga prizmi i gruas, përveç se ka duruar për veten e saj, përveç se ka bërë fëmijët e saj të vuajnë, duke mbajtur deri në kufit e dhunës një familje që nuk mund të jep të njëjtën frymë te vajzat e saj. Po, të sakrificës edhe për vajzën. Është një traumë që kalon brez pas brezi. Pra ti e mëson këtë vajzën me këtë lloj fryme që ti bashkëshortin duhet ta durosh në çfarëdo lloj gjëje, në çfarëdo lloj aspekti. Un kam një pyetje. Po ndoshta do ta bëj tani për të shkëputur për hapësirën publicitare. Vajzat e lira dhe të forta
dalin nga familje të lira dhe të forta, apo dalin nga familje pikërisht me të tilla problematika? Jo, mos ma e përgjigjen tani. Pas pak, do kalojmë së bashku në hapësirën publicitare dhe me përgjigjen e Deës, me qëndrimin e saj, do ta diskutojmë. Vajzat e forta, lirinë e gjejnë në familjet e lira vend që i lënë të hapura, apo pikërisht në këto familje me vuajtje, me sakrifica dhe me mendësi patriarkale. Këtu ndalëm së bashku, për i kthehemi prapë me Deën. Dea, si mendon se liria e një femre lind buron? Mendoj se janë të dyja. Kemi dy lloje femrash të lira, por nga mënyra se si ato e arrin lirin. Kemi vajzën që i është përcjell që në shtëpi dhe e qëngë në fëmijëri dhe është mësuar të jetë e lirë, është mësuar mos të bëj kompromise. Kemi dhe këto vajzat e tjera që e kanë pak më të vështirë dhe e fitojnë lirin me dhunë. Dhe këtyre ju kushton më shumë. Këto vajza janë vajzat që unë mendoj se jam njëra prej tyre dhe që fitojnë lirin me dhunë dhe me çdo grimc të tyre. Për këto vajzat, kjo liri vlen më shumë. Ka kosto më të lartë. Kosto më të lartë. Për mendimin tim që. Tani do kaloj edhe në temë deri diku të them delikate, por për të kuptuar, se normalisht nuk e di pse ende vazhdon të qenit kaq tabu kjo pjesa e të folurit për ndjenjat tona. Tek një mashkull vlerëson sigurinë apo pasionin? Tek një mashkull, unë mendoj se në femrat në përgjithësi, tek zgjedhja e një mashkulli reflektojnë mungesat e tyre. Mua gjithmonë më ka tërhequr siguria dhe i kam lënë një vend jo të dytë, po të tretë dhe të katërt pasionit, por dhe kjo nuk është një gjë e mirë. Për shkak të faktit që unë kam jetuar një femër vetëm për shumë kohë dhe më është dashur të çaje vetme, të ecje vetme, gjithmonë tek pjesa e mashkullit kam kërkuar sigurinë, mbështetjen. Por kjo nuk është zgjidhja dhe kjo nuk është një gjë e mirë. Se sigurinë ne duhet ta kemi në vetvete, duhet të jemi të sigurta tek vetja. Unë në këtë përfundim kam arritur sot. Dhe pasioni patjetër ka vendin e dur dhe është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Dhe këto të dyja duhet të shkojnë bashkë, nuk duhet të jetë njëra më lart dhe tjetra më poshtë. Mendon se në ndjekjet e pasionit mund të gabosh? Mendoj se apo nuk është asnjëherë gabim kur bëhet fjalë për dashurinë? Mendoj se në ndjekje të gjithçkaje mund të gabosh, pra probabiliteti për të gabuar është gjithmonë i lartë, është me ty. Kjo është e vërtetë. Është me ty. Edhe nëse ti ndjek sigurinë, prap mund të gabosh. Është e drejtë. Sepse nuk i dihet nga gjërat rrethanore çfarë mund të ndodh. Mund të ndjekësh pasionin dhe bashkë me këtë vijnë siguria dhe gjërat e tjera. Për mua është një gjë rast pas rasti kjo, nuk ka të bëjë me një rast apo me me një person të caktuar. Konkrete për këtë pjesë. Por gjithmonë duke i vënë të gjitha në peshore dhe aty ku përshtatesh më mirë, kjo është çështje ndjenjash dhe çfarë është e mirë për mua dhe çfarë është afër zemrës për mua nuk po të jetë për një vajzë tjetër. Për një dikë tjetër. Kjo është shumë është relative. Kjo është e drejtë. Në jetën tonë, padyshim që ka pasur pak të njërë njetë, pavarësisht se ti e hende erët besoj, edhe rrugën e jetës e të dashurisë e ke para, po të paktën edhe nga eksperienca ime kemi pasur pak të njërë në jetë, ku kemi thënë, kjo është dashuria e përjetshme, pa vdekshme për mua. Por ja që nuk ka rezultuar e tillë, sepse ka mbaruar marrëdhënia, me atë personi nuk jem më. Por të ndryshon këndvështrimin se si shikojnë gjërat. Të ka ndodhur momentalisht në këtë fazë të jetës, në këtë moshë të jetës që je po ashtu, që për dikë ke thënë që ky është për mua. Ose është kjo dashuria e përjetshme që unë e vetmja herë që kam thënë ky është për mua nuk është në fazën time të rritur, kam pasur një dashuri adoleshente dhe kaq. Po.
Por që atëherë që atëherë kam djerë këtë gjë dhe që atëherë kam thënë ky është për mua. Dhe ndoshta sepse sepse në momentin që ti kalon një dashuri dhe një histori të tillë, e ke shumë të vështirë pastaj që të krijosh diçka po kaq të rëndësishme nëse ti më kupton. Sepse çdo gjë e krahason me atë çka ishte, pavarësisht zhvillimit, pavarësisht problemeve që mund të ketë pasur ajo marrëdhënie si të gjithë, po. Prapë krahason me atë. Për mua ka ngelur deri këtu dhe nuk kam pasur një marrëdhënie tjetër të rëndësishme apo që me të tilla ndjesira. Por patjetër që është akoma shpejt, normalisht mund të ndryshon në mënyra se si ose më saktë, ndryshon ti mënyrën se si dashuron Dea? Ndoshta dhe jo në rastin konkret tëndin, por si mendon ti? Mund të duam ne njerëz të ndryshëm në mënyra të ndryshme, apo ne dashurojmë në mënyrën, fjala bie të Violës, mënyrën se si dashuron Dea? Si gjykon? Unë mendoj se është shumë relative kjo gjë. Varet nga njeriu. Që ke përballë. Po që ke përballë. Njerëz të ndryshëm të japin ty ndjesi të ndryshme. Ka njerëz që shfaqin tek ty anën e butë, anën e dashur, anën nuk e di. Por dhe ka njerëz të tjerë që nuk nxjerrin anën tënde më të mirë, nxjerrin e vrikun, nxjerrin defektet e tua. Pastaj është çështje zgjedhjeje se çfarë duam ne të bëjmë. Por për mua gjithmonë duhet zgjedhur jo njeriu që të bën ty më mirë, por ai që të nxjerr anën tënde më të mirë dhe që të bën që ti të tregosh gjën tënde më të mirë. Për mua kjo është. Po marrëdhënien me dhimbjen, të rinj të dhimbja? Se folëm për gjëra të bukura, po pjesë të rrugëtimit padyshim që ka humbje, ka zhgënjime, ka lëndime, ka dhimbje. Dhimbja thonë që të rrit, është ajo forca që edhe të ndryshon. Unë jam një njeri që kam kaluar shumë dhimbje në jetën time. Dhe në këto dhimbje, po jam rritur, po jam forcuar, po jam bërë më luftarake. Por sot Viola unë nuk di të them nëse dhimbja ishte mënyra e vetme për të rritur dhe për të bërë kjo që jam sot. Dhe nëse unë i vendos sot në balans, nuk di të them që aja vlen njeriu që unë jam sot, që unë vlerësoj veten time sot dhe këtë që jam sot, po aja vleti që të krijojë ky njeriu sot. Aja vleti që të kaloni gjithë këto dhimbje, sepse kaloj dhe në anën tjetër, them, nuk do të ishte Dea kaq e fortë, nuk do të ishte kaq luftarake. Dhe kjo është në rregull, sepse ka njerëz që nuk janë luftarak, që i arrin gjërat me qetësinë e tyre, me mënyrën e tyre, me vendosmërinë e tyre, jo duke bërë luftë. Dhe kjo është nuk ka asnjë lloj problemi. Dhe unë mund të mos isha kjo që jam sot, por mund të isha një version tjetër i vetes time që nuk më shkon keq dhe ai versioni tjetër. Si po ndihesh tani? Si po ndihesh në këtë bisedë? Tani pikërisht në këto momente. Çfarë reflektimi ose çfarë përjetimi ke? Je i qetë? Do të flasësh për veten? Në momente i mendon ato mendimet edhe i përzjedh, domethënë në të qindin e sekondit. Çfarë po ndjen? Faktikisht ndjem shumë mirë në këtë bisedë. Mua më pëlqen shumë të flas për veten time dhe për eksperiencat e mia. Është vështirë të flasësh për veten Dea? Dikur unë e kam pasur shumë të vështirë të flas për veten time. Dhe për më tepër e kam pasur shumë të vështirë të flas për dhimbjet e mia, për eksperiencat e mia, për gjërat e këqija që unë kam kaluar në jetë. Pse? Shumë herë madje kam pasur dhe ndjenja turpi për të treguar dhe për të jo në televizion absolutisht që nuk bëj fjalë. Po me smijgjve, me spo. Për të treguar gjërat e këqija që mua më ndodhin, sepse nëna është rrënjosur që në vegjëlin ton që të vendosim një perde, që ne jemi dhe botës dhe i larg dyerve të shtëpisë nuk tregohet asnjë gjë e keqe. Dhe ne kemi të rrënjosur këtë gjë. Mendoj se shoqëria shqiptare e ka e gjitha këtë gjë. Dhe unë kam ndjer këtë ndjenjen e turpit për të treguar. Të stepjen, po. Jo stepje, se stepja e kam dhe sot stepjen, e mendoj që ta them ose ta them, por literalisht turp për të treguar dhimbjen. Eksperiencat e tua. Po çka sot nuk është një gjë
sidomos për eksperiencat e këqija. Po sot nuk e kam absolutisht, sepse kam kuptuar që okej, mund të jesh e paragjykuar, por gjërat e këqija që na ndodhin në jetë nuk janë në dorën tonë. Fati dhe çka na vijnë nuk është në dorë. Ajo që kemi në dorë është reagimi ynë nga e gjithë gjëja. Unë jam shumë rehat dhe e tregoj shumë qetë historinë time sot, pikërisht për faktin se unë jam dakord dhe sot dhe jam okej dhe sot me reagimin që unë kam pasur ndaj dhe jam krenare për më tepër për reagimin dhe për mënyrën se si unë kam menaxhuar historinë time apo jetën time deri më sot. Kështu që dhe në këtë moment unë nuk e kam të vështirë të flas për jetën. Beson te fati, beson te rastësia apo beson te zgjedhja? Apo shikon te këtë tëra? Fati është ajo çka na vjen. Dhe atë çka na vjen ne nuk e kemi në kontroll dhe besoj këtë gjë absolutisht. Por ajo që besoj më tepër është zgjedhja, është edhe ajo çfarë mund të bësh ti për të rregulluar dhe për të menaxhuar fatin tënd. Dakor, të erdhi një situatë e keqe. Ajo çfarë nuk justifikoj te njeriu apo te femrat sidomos, është që i nënshtrohen kësaj situate apo këtij fati të keq. Sepse, okej, të erdhi, po ti ke zgjedhje në dorë për ta ndryshuar këtë gjë në 1000 mënyra të ndryshme, gjithmonë ka një gjë tjetër, me mirëkuptim, me forcë, me dhunë, me çfarë të duash ti, ama një zgjidhje e ke, një alternativë. Një alternativë e ke gjithmonë. Dhe nuk i justifikoj njerëzve, absolutisht njerëzit nuk ju justifikoj në momentin që thonë që ky ishte fati im, kështu më erdhi dhe prandaj jam kështu dhe ndihen të keqardhur. Dea është rebele të dashur miq. Dea është jo vetëm ambicioze dhe këmbgulse, krenare po ashtu, po është ka një kokëfortësi që nuk e ka mbinjakët në përgjithësi, po nuk e di ku ka dalë. Rikthehemi tek dashuria. Tek ajo dashuria që ka raste që edhe dhëmb. Por kur dashuria dhëmb, është më e fortë apo më e vërtetë, Dea? Si mendon? Që një dashuri të dhëmbit patjetër duhet të jetë e vërtetë, sepse nëse nuk është e vërtetë, nuk ka pse të Po duhet të jetë se s'bën kështu? Ky është rasti më i keq. Apo domosdoshmërisht? Jo, ky është rasti më i keq. Të dhëmb në momentin që njëra palë apo tjetra nuk din ta menaxhojnë, por dashuria mund të jetë e madhe dhe pa dhimbje. Mund të jetë e madhe dhe me lumturi shumë. Unë besoj në këto gjëra absolutisht. Dhimbja është kur ka problemet e veta. Unë të prezantova dhe thash, disa nga elementet e Deas është edhe krenaria. Shumë krenare, Të ka bërë më pak të lumtur? Jo. Jam shumë e lumtur që jam krenare, jam shumë e lumtur që jam e pak kompromis për disa gjëra. Më ka kushtuar, absolutisht më ka kushtuar, nuk e diskutoj këtë pjesë, më ka kushtuar shumë në ca gjëra, më pak në ca gjërat e tjera, por jam shumë e lumtur që në momentin që unë vendos kokën në jastëk apo në momentin që kam ato bashkëbisedimet në veten, në fund fare, pas bashkëbisedimit të fortë që bëj me veten time, jam në përfundimin që sa mirë që jam kështu dhe sa mirë që e kam bërë. Dhe në momentin që unë jam me veten time okej dhe them sa mirë që e kam bërë këtë gjë, nuk më intereson asnjë lloj gjëje tjetër, sepse jam okej me veten time dhe jam e qetë me veten time. Pastaj gjërat rrethanore, materiale, marrëdhëniet me njerëzit janë ato që ikin dhe vijnë, nuk janë aq të rëndësishme sa është paqja me veten. Sa është paqja me veten dhe sa është bashkëbisedimi me veten dhe sa është sa e vlefshme është çfarë do jetosh ti me veten tënde deri në fund. Dea, besoj se të paktën një herë, po e egzagjeroj, po shumë herë në jetë, kemi pasur dhe nga ato rast ose nga ta njerëz që kanë dashur që të vendosin shkopinë për këmbë, themi neve, ose të na bëjnë të ndjehemi të nënvlerësuara. Po pa diskutim. Si reagon ti ndaj këtyre njerëzve që kërkojnë të përshtrojnë ty mua dhe të lartësojnë ata? Unë kam dy reagime. Reagimin e parë kam shumë të qetë, shumë të larguar, shumë, më falë për fjalën, duke ignoruar situatën, dhe e menaxhoj në këtë lloj mënyre. Reagimi i dytë është më pak i bukur pastaj, sepse në momentin që kalojnë ca
thashe, unë e di që e kam probleme veten time këtë gjë, mundojmë ta menaxhoj sa më shumë, por unë pastaj nuk di më të kontrolloj reagimin tim. Po. Por që të vemi në këtë reagim dhe të vemi në këtë lloj situate, duhet të jetë përsëritur situata. Duhet të jetë eskaluar, duhet të jetë aty ku nuk mban më dhe duhet të jetë një situatë shumë e keqe. Unë përpiqem gjithmonë të bëj këtë reagimin e parë dhe në 90% të rasteve besoj se ja dal. Por kam dhe këtë anën e keqe timen që do shpërthesh një moment sepse është e drejtë. Por e rëndësishme është që unë apo kushdo të bëj atë bilanci me veten e tij dhe të thotë që unë sot nuk i vendosa askujt shkopi në rrot, unë sot të paktën me vetdijen time të plot nuk bëra asnjë gjë për të dëmtuar dikë tjetër apo për ta dëmtuar. Dhe kjo është ajo gjëja që për mua është më e rëndësishme, pastaj këto reagimet e tjera janë rrethanore. Dukemi të forta. Është përshtypja që duam t'japim ne, që zgjedhim ne të japim, por ndërkohë që patjetër kemi dhe pasigurira dhe frikra. Apo jemi realisht po aq të forta sa mund të dukemi. Dua të dalë edhe te frikrat me këtë pyetje. Me thënë, ndjem frikra dea për te imazhit, unë që të kanë në përditshmëri marrëdhënie pune, padyshim që deën e njoh për vajzën e fortë. Normalisht ka dhe momentet e brishta, si kushdo, mudet apo vajbet që dita nuk shkon vaj, por që do të japësh këtë imazh apo kështu je realisht? Të dyja. Edhe dua ta jap këtë imazh edhe kur nuk jam e fortë. Do ta japësh se e ke si vetmbrojtje, për mos të shkuar të tjerët më tej? Si e ke logjikuar? Unë në jetën time, njerëzit e fortë që në vegjëli, i kam pasur një lloj idhulli, jo për muskuj, jo për forcën fizike, por njerëzit e fortë mendërisht dhe njerëzit e vendosur. Vendosmëri dhe por vendosmërinë që arrim te kjo që unë jam kokë fortë, shpesh herë si fëmijë e ngatroja dhe me kokë fortësinë dhe këto ndjenja bashkë forca, vendosmëria dhe kokë fortësia për mua janë blok. Vinë bashkë në çdo moment dhe përpiqem të tregoj këto në çdo moment. Dhe patjetër unë besoj te forca ime, por ka momente që në realitet mund të jem shumë e brisht, shumë e mërzitur, shumë e butë. Por gjithmonë, edhe kur nuk duhet, forse mundohem ta bëj mburoj. Dhe është realisht ajo që më thua ti Viola, që kjo është një mënyrë vetë mbrojtjeje, për të mos lënë gjërat e këqija të depërtojnë. Unë arrit të analizoj shumë mirë veten time dhe e di që këtë gjë e bëj, mund të jem shumë e mërzitur, ka raste që na kanë ndodhur gjitha vajzave, mund të kem qarë gjithë natën, por në mëngjes jam e fortë, jam këtu, jam duke vazhduar punën dhe duke vazhduar çdo gjë që duhet unë të bëj dhe çdo gjë që ti përgjigjesh ditës. Ti përgjigjem ditës. Kjo nuk është një gjë gjithmonë e mirë, sepse njeriu ka nevojë edhe të shplodhet edhe të thotë që nuk mundem më sot. Unë duhet punoj me këtë pjesë që të shplodhem dhe të them që sot nuk mundem, sepse e shikoj si një sfidë me veten këtë gjë që duhet të jem gjithmonë gati, gjithmonë e fortë, gjithmonë ta shty veten time. Po kjo nuk është gjithmonë një gjë e mirë, sepse njeriu ka nevojë edhe për momente qetësie, jo të jetë në luftë të vazhdueshme si me veten pastaj dhe me rrethanat. Për mua guximi do të thotë të mësosh të pranosh jon. Është e njëjta gjë për ty? Varet në çfarë joje, në çfarë kuptimi. Me refuzimin. Është një pjesë e guximit të pranosh refuzimin? Si e lidh ti guximin? Se ti je një vajzë e guximshme, tek e fundit për të arritur në rrugëtimin tënd, të duhet që mbi të gjitha të duhet forcë dhe guxim. Sepse po futesh në një rrugëtim që ti nuk e di se si dhe çfarë të pret. Po dhe në përgjithësinë e jetë.
Deri diku je guximshme? Përpiqem të jem e guximshme, përpiqem të bëj hapa për të cilat nuk jam e sigurt, sepse guximi ky është të marrësh hapa për të cilat nuk je e guximshme, që nuk je e sigurt, të rrezikosh, të ecësh para. Mendoj se deri diku jam okej me këtë pjesë, që edhe vazhdoj, edhe te pjesa e refuzimit e kam pak të vështirë pastaj, se nuk para e pranoj, por do pak punë të procedohet. Kur një vajzë është ambicioze, e guximshme, po ashtu, etiketohet edhe shpeshherë si e ftohtë, e vështirë, materialiste. Këto janë të gjitha gjëra të vërteta. Si këto etiketimet kështu. Po pse? Se nuk arrihet dot ajo vajza, apo ajo vajza nuk vlerësohet për atë ambicien që ajo ka, pse duhet të etiketohet si e tillë? Nuk di të them se nga vin kjo gjë Viola, e di që është e vërtet, e di që e kam përballur, por rrënjët e kësaj gjëje nuk i kuptoj, sepse është një gjë që nuk e kuptoj sepse nuk më ndodh vetë dhe nuk e mendoj vetë. Okej, shikon dikë që ka guxim, ka ambicie, dhe ndoshta këta njerëz që nuk kanë të njëjtat qëllime, apo më saktë kanë të njëjtat qëllime, por nuk arrin dot i vënë në jetë dhe nuk arrin dot të çajnë përtej këtyre qëllimeve që ju kanë vënë vetes tyre, në një moment kur një njeri tjetër guxon të ketë këto ambicie apo këto qëllimet e tij, etiketohet në këtë lloj mënyrë, prap kjo arrin tek ai konkluzioni që është prap një gjë që çdon dhe një plagë. Cilën ëndër ke akoma pa prekur? Ëndër? Të flë një ditë e qetë. E kam ëndër. Që në vetë pyetje një ishte ëndër. Ëndra ime më e madhe sot është të bëj një ditë kokën e jastëk dhe të them sot unë nuk kam asgjë për të shqetësuar. Sot jam e qetë. Kjo është ëndra ime më e madhe sot. Beson në Zot? Besoj shumë në Zot. Besoj shumë te një Zot cili do qoftë ai, i çfarëdo lloj feje që është, nuk ka rëndësi fare se fet i kemi bërë ne njerëzit dhe i kemi ndar, por besoj te një forcë mbinatyrshme që ne na do dhe na mbron. Sepse rrugtimi i jetës time ka arritur në këtë përfundim. Kush është motoja jote e ditës? Që çdo ditë ja thua vetes qoftë në mëngjes kur ngrihesh ose qoftë në darkë kur shtrihesh. Çau, jepi, vazhdo. Këto janë gjërat që unë i them. Dëgjon muzikë? Nuk jam shumë e lidhur me muzikën e tanishme, por unë kam qenë violincelliste për pjesën e fëmijërisë time. Po. Dhe jam më shumë te muzikë, vazhdoj të jem akoma më shumë tek muzikat klasike dhe më pëlqen të dëgjoj me instrumentat. Duke qenë se vije edhe nga kjo gjë, pastaj ka ardhur që në familje kjo gjë, sepse mamaja ime ka qenë piktore, unë patjetër u futa edhe në vegël muzikore, kështu që shkon tek këto gjërat klasike, artistike, tek këto gjërat kulturore. Ver apo dimër? Dimër, pa diskutim. Po pse? Më pëlqen ngrohtësia që të sjell dimri. Duket pak paradoksale, sepse të dyja fjalit kundërshtojnë njëra tjetrën, por e shoh që në veshjen e njerëzit, që në zjarrin që të vihin, që në veshjen e shtëpisë kur është dimër. Kështu që atë intimitetin, atë familiarizimin, po. Të vetë ambientit. Nuk jam shumë outgoing, jam shumë njerëz që më pëlqen të ri në shtëpi, që më pëlqen të gatuaj, që më pëlqen ngrohtësia. Jam shumë familjare në këtë sens. Në këto kushte, pyetja tjetër e vi ju se ishte mal apo det, kështu që e kuptuam ishte mal. Ishte mal. Dhe unë të falenderoj. Të falenderoj që ndam bashk të takim të parin, për një rrugëtim të gjatë që do të ketë podcasti dhe shpresoj, madje jam e bindur që do të jetë nga ato episodet e bukura dhe mbi të gjitha do të jetë nga ato episodet reale, të vërtetat. Është një pjesë që ne na mungon, qoftë në përditshmërinë tonë, qoftë edhe në ekranet apo programacionet kombëtare, ndërkombëtare, çështje e vërtetësisë. Besoj se në podcastin ton jemi të vërteta. Besoj se po dhe për publikun e gjerë,
titullit Çfarë nuk tregojnë femrat, ky podcast i bën drejtësi, sepse këtu do të kemi të ftuara femra që do të flasin për dimensionet e tyre të cilat nuk ja kanë treguar kur askujt. Për atë ka kjo shoqëria dhe kjo vlora jon nuk di për femrat MNZ, por dhe femrat e thjeshta të saj. Viola, të falenderoj shumë që isha unë e ftuara jote e parë sot. Biseda ishte shumë e këndshme dhe unë dua me gjithë zemër, me gjithë shpirt të uroj suksese në këtë projekt të ri që ti po merr, që të shkon shumë për shtat. Të falenderoj shumë, është puna e të dyjave, patjetër. Dhe në këtë botën që vajzat i mësojnë të jenë të kujdesshme, ne zgjedhim të jemi të forta dhe të guximshme. Na prifte mbara.